Është shumë kënaqësi që çdo të diel në ora 16 të ndahem pas ditën së bashku me juve. Të dielën emisionin Familja Jon e nisi me rrëfimin e një të riu për varësinë që kishte me substancat narkotike. E morëm veshën përmes testit të analizëm i bu, se njerëzit të një pëpen. Në pjesën e dytë flasim për trajnimet profesionale të Kosova Med, mbi cilësinë e shërbimeve shëndetësore. Po pra, Kosova Med është një organizatë jo qeveritare që me një përkushtim të jashtëzakonshëm po ofron ndihmës dhe mbështetje për sistemin shëndetësor në Kosovë. Në blokun e tretë flasim për shëndetin oral nga Advanced Dental Center. Qëllimi ynë në Advanced Dental Center është mirëmbajtja e integritetit të dhëmbëve, shmangja e kariesit dhe infeksionit apo komplikimeve të tjera që kanë të bëjnë me dhëmbët. Tek rubrika 4 të shkojmë në klinikën gjermane të syve. Përshëndetje, na shpesh kena po këshilla për shëndetin e syve tek intervista e Familja Jon. Te kuzhina familjes, nutricionistja dhe dietologja Alpolina Shabani Lazi na sjell recetën e një ëmbëlsire të shëndetshme e plot vlera ushqyese. E dim që kur janë temperaturat më të larta na bjen edhe energjia. Takohemi të dielën në ora 16. Ky emision mundësohet nga Pozhegu Brothers, Klinika Gjermane e Syrit, Pinea Medical Center, Royal Imaging Center, Instituti Psikosocial Visar Sadiko, Spitali Rezonanca 2 dhe Rezonanca 3, Poliklinika Da Vinci.